Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Greqi, do të hap dritaren për një vajzë, fakta ajo është nën, por është e re në moshë, që quhet Greta. Greta, përpara shumë kohësh, ka qenë këtu në live me Odetën, e cila ka treguar një histori të dhimbshme të dajes së saj, ku fatkeqësisht prej 12 viteve kishin humbur kontaktet, por pas atij live-i ka patur sinjale nga daja e saj dhe ajo sot ka vendosur të hyjë sërish këtu në live me Odetën për treguar se çfarë ka zbuluar për dajen e saj. Por fillimisht, për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur kur Greta ka qenë me mua në live dhe kërkonte dajen e saj, Eduard Tafën, një 49 vjeçar nga Kavaja që kishte humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara 12 viteve nga Franca, dua të prezantoj këtë klip të shkurtër dhe rikthehemi. Për dajen tim, është jeton në Francë. Po, si quhet daja? Eduard Tafa. Eduard Tafa, po? Është nga Kavaja, në origjinë. Dhe ka humbur kontakt prej 12 vjetësh që nuk kemi fare lidhje. Ma i sa di dhe më thënë, ka qenë lidhur me një romune, s'na kanë thënë. Dhe nuk e di nëse ka një familje, nëse ka fëmijë, nëse nuk di asgjë. Fliste normale, me gjyshen, me mamin time të ndjerë, me tezën, pak, me dajet ka pas folur, pastaj u shkput. Nëna juaj është larguar nga kjo jetë? Po, ka një vit që është larguar. Ngushëllim. Në prill mbushimit, faleminderit. Edhe ka qenë një javë para se ndronte jetë, se kur janë ndjente zemra, nuk e di. Edhe më ka thënë për dajen. Më ka thënë që më gjen numrin e Odetës, se do shkoj atje. Më vjen keq, sinqerisht, domethënë, në një farë mënyrë ta pas ka lënë si një amanet që prandaj ti sot u lidhe me mua. Po. Do që shpresoj gjithmonë që amaneti i mamit të plotësohet. Kjo është historia e Eduard Tafës, dashur miq, ku mbesa e tij, Greta, na I tregoi historinë e Eduardit, këtij 49 vjeçari, se si ai kishte shkëputur çdo lloj kontakti me familjen e tij nga Franca. Greta kërkon që të çojë amanetin e nënës deri në fund, pasi ajo ka humbur nënën nga kjo jetë dhe I ka lënë amanet t'i gjejë të vllajin Eduardin. Por ka pasur zhvillime. Pas live-it që Greta ka bërë me mua, janë ndezur drita jeshile për Eduard Tafën. Por çfarë ka ndodhur, do t'jetë vetë Greta që do na I rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Greta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Hera e dytë që jemi të dyja së bashku në një live për një problem që ju keni në familjen tuaj për sa I përket dajes. Ke disa ditë që mu shkruan, kur ke kohë ti është një live me mua, më lër një orar, jemi të dyja së bashku. Ke diçka për treguar më shumë për historinë e dajes? Pasi kemi bërë live-in e parë, Po. 2 muaj mbrapa është hapur Facebooku dhe Instagrami, WhatsAppi me emrin e dajes. Me numrin telefonit dhe me emrin e dajes edhe ditëlindja dajes. Ky është një lajm I mirë. Shpresojmë. I shkruaj, I kërkoj foto dhe më dërgon foto të njerëzit të huaj, domethënë mund t'i merrte nga TikToku, nga Snapchati, si ishin mendoj afrikan. Nuk ishin shqiptar ato foto që më dërgonte. Por që ta shpjegojmë dhe për publikun, ju keni një numër të dajes në Francë, që t'japë dhe detaje, ma kujto dhe një emrin e dajes? Eduard Tafa. Eduard Tafa. Daja ka humbur kontaktet me ju dhe ju e kërkoni si një mbes edhe në emër të nënës tënde, të ndjerë, që ta I gjesh. Daja të kishte bllokuar ty në telefon dhe pas atij live-i ai telefon u hap, po më tregon.
Po, se më ka pas bërë blok në WhatsApp. E kam pasur para ca vitesh, po tjetër numër dhe na kishte bërë blok. Po, Kur kemi bërë live-in, u rihap sërish. ai numër. Ai numër. U rihap dhe një Facebook, edhe na bën ftesë familjes time, domethënë motrave të mia. Me emrin Eduard Tafa, Po. Dhe ditëlindja 17 maj të 77-s, por në foto kishte vendosur diçka profil? kishte vendosur një figurë të verdh që vendosën dhe këto në Snapchat-e. Pra, jo foto me ti. Pa foto. Jo foto. Në momentin që të bëri ftesë, Pastaj nuk mund ta tregosh. I shkrujtëm. Po, i shkrujtëm. Ai përgjigjesh me një mesazh shumë të shkurtër. Domethënë jemi të njohur. Kaq mesazhi i parë. Pastaj unë i shkruaj se nga kurioziteti mendova thash mendova se gjeta. I rishkruaj dhe nuk më përgjigjet. Pastaj më dërgon mesazhe në gjuhë frangjisht, mendoj, se nuk ishte anglisht. Edhe pak e shumë si mesazhe kërcënuese, që mos e bezdisja. Nuk e pyetej që a jeni ju Edmond Tafa, mbani një emër në një llogari në Facebook që është daja im? Po, e pyeta dhe nuk më kthente përgjigje. Thjesht i lexonte mesazhet dhe nuk përgjigjesh. Por çfarë Nuk do përgjigje. me gjithë të histori që ka ndodhur? Disa më vërë në shumë përshtypje Odeta, se në statusit që hite në WhatsApp, gjithmonë hite video të disa njerëzve të afrikanë që mund të ishin Me ngjyrë. të njohur, mendoj. Po. Po një dite, një natë, het një vajzë të vogël, fotografi, dhe ishte dora jam. Dore bardh, po. Edhe unë i bëj një fotografi që ta mbaj në telefon, edhe i më blokon sërish. Të ka bllokuar. Po, më ka bllokuar. Mendon që mund të jetë Daja ky që i bën të gjitha këto, sepse dua të them që një numër francez apo qoftë shqiptar për një kohë të caktuar që është i mbyllur, kompania e rihap dhe mund ta blej dikush tjetër. Ndodh edhe kjo. Po, edhe këta i po. Por ti vetë çfarë Po, dyshon? nuk e di, Odeta, se ne kemi dhe një lajm, domethënë që na ka ardhur, i ka shkuar tezës time nga policia e Kavajës që ai ka aplikuar për pasaport në Francë. Për të marrë në shtetësinë franceze. Nuk e di, a franceze, shqiptare, nuk e di, por është bërë një aplikim për pasaport Tani Daja ku e ka gjendjen civile? në Kavaj. Atëre, nëse ai ka aplikuar në Kavaj, do të thotë që ai po nxjerr një pasaportë shqiptare. Mendoj ndoshta po, ndërsa Në qoftë se ka arsye informacion. gjendja civile, nëse ka njoftuar tezën tuaj që vllai juaj ka aplikuar për një pasaportë, ky është një lajm shumë i mirë. Do thotë që ai është gjallë, por nuk do vetë të kontaktoj. Ndoshta patjetër se në qoftë se do donte të fliste, do ta gjente një mundësi, numrin e telefonit të gjyshës e ka. Tani kanë dalë dhe rrjetet sociale, Facebook, Instagram. Mund të gjesh shumë shpejt njerëz të tuaj, nuk është nuk gjenden, në qoftë se don. E vërtet, ke shumë të drejtë, teknologjia ka përparuar kaq shumë sa në të qindën e sekondës, kudo ti jesh në fund të botës, lidhesh dhe e gjen formën dhe mundësinë. E dashur Greta, dua të pyes, me këtë lajm që ka marrë tezja nga gjendja civile që Daja, Eduard Tafa ka aplikuar në Kavaj për të rinxjerrë një pasaport, me numrin që të ka bllokuar ty sërish, keni diskutuar besoj me tezën, me gjyshen, çfarë ka thënë tezja dhe gjyshja nëna e tij? Domethënë, po, kemi folur me tezën, ajo i ka kërkuar numrin e telefonit të policisë të Kavajës, por nuk ja ka vënë në dispozicion për momentin. Me sa di, domethënë që më ka thënë tezja,
ai ka folur, polici ka folur me këtë numër, edhe e ka pyetur në qoftë se mundet të flas, dhe i ka thënë po. Tani presin paga shumë se kur ai të flasi dhe lajmëroj dhe njerëzit e mamit që ta verifikojnë nëse është apo nuk është ai. E qartë për të bërë verifikimi i plot, le të themi, por në momentin që ai aplikon për një pasaport, do japi dhe shenjat e gishtave dhe këtë gjë e verifikon policia e Kavajës. Kemi të bëjmë me dajën tënde Eduard Tafa apo një person tjetër që mund të shfrytëzojë identitetin e tij? Po. Edhe kjo ndodh. Por unë, domethënë vetë unë habita me diçka, në rregull, nëse kompania e ka rëshitur numrin, e ka blerë dikush tjetër. Si ka mundësi që u hapi WhatsApp-i dhe mua më kishte blok dhe më ka zhbllokuar. Dhe si ka mundësi që ai person hapi Facebook-un dhe na dërgoi ftesë vetëm neve, familjes time. Dhe të mbaj emrin dhe mbiemrin e dajës tonë. Edhe një të kushëririt vetë. Edhe është lënë aq. Mirë, ke të drejtë të dyshosh se një numër WhatsApp-i të mbaj emrin dhe mbiemrin e dajës tënd, të hapet një adresë Facebook-u në një kohë që sa ishte zhvilluar një live dhe ti i bëre një mesazh dajës tënd që nëse je shëndoshe mirë reago dhe ai dha këto sinjale, ke të drejtë të dyshosh, por dua të pyes dhe të më flasësh hapur atë që ti beson. Nëse ai vërtet është shëndoshe mirë, se të gjitha këto shenja e dashur Greta të japin përshtypjen që ai është mirë. Por nuk dihen arsye pse ai nuk kontakton me ju në Shqipëri. Ti vetë si mbes, apo edhe Tezja, apo dhe gjyshja që ti ke kontakte, çfarë dyshoni? Pse ai i ka shkëputur kontaktet në këtë lloj forme dhe mbi të gjitha është mirë dhe nuk do të kontaktojë me ju? Ndoshta do të pasur disa probleme që nuk ka dashur që ne të merrnim vesh probleme që ai mund të pasur. Ndoshta dhe atërmbetje, besoj se mund të jetë 90% e sigurt se njeri nuk largohet në qoftë nuk ka diçka. Nuk largohet. Hatërmbetje pse? Po, se di, nuk e di. Ndoshta dikush i ka folur keq, ndoshta nuk e di. Por gjyshja nëna e Eduardit çfarë thot? Së them vërteta, nuk kam fjalë të flas. Është vetëm qan. Humbjen e mamit, humbjen e dajës. Tani edhe jetesa ku ajo jeton nuk është dhe aq e mirë. Pret të kthejë djali. Ku jeton gjyshja? Në Lus të vogël. Që e merr një shtatë të parë. Po jeton vetëm. Dhe është e vetme? Po, nuk do të shkoj këtë izja, do pritë shtëpia vetë, ndoshta një ditë mund t'i daja. Dhe sa vite u bë që ajo e pret të birin? 12. 12 vite që e pret. 12 vite pas një kontakt. E dashur Greta, unë e besoj që ti ke hyrë këtu në live me Odetën, sepse kërkon që ti përcjellësh një mesazh dajës tënd, me shpresën që ai dha këto sinjale për treguar që është mirë, por nuk mjaftojnë për ju si familje pa i dëgjuar zërin. Po, Odeta, unë dua që një ditë të kthehet. Shpresoj që e ditë mos jetë vonë. Sa gjyshja gjallë, se një ditë nuk i dihet. Jemi sot, nuk jemi nesër. Dua që të kthehet edhe ta shikoj gjyshja, mos i kemi peshman nga kjo jetë, si që po mamin. Sa vjeç ka vajtur Eduardi sot? 48, ke 49, diku aty. 48 për 49 vjeç. Të kthej pa kokën mbrapa, se ka lënë dhe një familje mbrapa, nuk është që ishte pa njëri. Ka nënën, ka motra, ka vlezër, ka nipër, mbesa, ka plot, nuk është që s'ka njëri. Që ju të gjithë e doni dhe me zi prisni ti të gjoni zërin. Po, të besot që kur më ka bërë ftesë në Facebook, i kam thënë Tezës edhe familjes time,
vllajt, motrave, të gjithë u gëzuam. Shpresoj, inshallah të jetë ai. Po pastaj më bllokoi, nuk zgjati shumë dhe më bllokoi. Dhe një herë Odeta unë isha në punë, edhe ai më merr në telefon në kamerë. Por ishte në moment që nuk isha vetëm, isha me pronarin dhe kisha njerëz dhe nuk mundja do ta hapsha. Kur unë largova, e provova që ta merrja dhe nuk ma hapi. Kjo ka ndodhur tani? Po thuj se para 2 muaj, 3, ndiku atje. Të ka marrë me kamerë, por ti s'mundë do ta hapje. Po, nuk mund ato që isha në punë. Edhe në momentin që largohet pronari, e marrëm dhe nuk ma hap. Nuk ma hap asaj. Uroj që t'jetë ai, uroj sinqerisht, uroj t'jetë ai dhe të marri guximin ta thyej këtë akull 12 vjeçar dhe të flasin me ju. Kur policia e Kavajës njoftoi tezën, Po, çfarë tha policia? Që ishte Eduard Tafa? Ishte prezantuar si Eduard Tafa? në ato që më tha tezje, do më thënë ato e lajmëruan dhe thanë që është bërë një aplikim për pasaport dhe do ta verifikoni ju, është apo nuk është. Sepse kanë kaluar vite dhe mosha bën të vetën. Por foton e pat? Po, tezja më dërgoi një foto, pak është bardhë zi. A, e keni atë foto? E kam. Dhe nga fotoja që po shikojmë, është Eduardi, është Daja? Po, me foton që shikoj është kopje Daja. Atëra i... Vetëm se mosha bën vetën, si që thash dhe më thënë që ka ndryshuar sepse po vete 5 vjetë edhe normale, por është kopje Daja. Atëra ai është gjallë, është mirë, përderisa ka bërë aplikim për pasaport, juve policia ju ka vënë dispozicion edhe foton e tij, atëherë i bie që është ai. Po, me ka dhënë një foto, është bardhë zi, fotoja, edhe ma dërgoj tezja dhe më tha, shikoja, a është apo nuk është ai, si mendon? Po tjetër ai është, nuk ka asnjë pikë, asnjë presje. Pavarësisht se kanë kaluar shumë vite dhe ka ndryshuar, le të themi, Po, patjetër. por që është ai. Po, është ai. Me fotografitë që kemi në të vjetra, që të kisha dërguar dhe ju, dhe të krahasosh me fotografinë tani është ai. Por nuk dihen arsyet pse ai nuk kontakton. E dashur Greta, ti e ke në dispozicion atë numër? Po e kam, e kam. Do ma dërgosh dhe këtu në live unë t'i bie ati numri? Po, ta dërgoj. E dashur Greta, numrin e sejvova të dajes tënd, Eduard Tafa, në këtë transmetim, në këtë live, unë do e provoj me shpresën që ai do na i hapi dhe më mirë se ju nuk e njeh askush. Tjetër, shpresoj, inshallah. Ai numrin tim nuk e ka, nuk më njeh, kështu që nëse është një person që s'ka lidhje me dajen tuaj, mund ta hapi telefonin dhe mund të përgjigjet. Nëse mund t'jetë daja juaj dhe shikon që është prefiks Shqipërie, mund të më bllokoj dhe mua, por gjithsesi ne do tentojmë në këto momente. Kështu që Faleminderit, shpresoj të jetë inshallah, do zoti. do më lejosh. Tjetër, po. Okej, e futa? Okej. Shpresoj, inshallah. Do ishte mrekulli që ai t'na i hapte. E doja Odeta se, si që thash dhe në live-in e parë, që ishte një amanet i mamit. Edhe unë dua që për vetët e mamit i them që unë e gjeta Dajan. Që ajo të prete qetë. Sepse ta la amanet dhe iku me një breng të madhe për të vllajin. Po, Odeta, ajo e ka rritur. Ai mami time i thirrte mamë, nuk i thirrte motër. Ajo e ka rritur. Por jeta. Më vjen shumë keq për ty, Greta, që ke humbur nënën nga kjo jetë. E di ç'do thot kur humbet njëri nga prindrit. Është një dhimbje që nuk ka fjalë. E vërtet, nuk përshkruhet dhimbja Përshkruhet. e prindërve, humbja e tyre, por më vjen keq që edhe Daja është i humbur dhe
një gjyshe e juaja që është nëna e tij e kërkon, një teze e juaja që është motra e tij e kërkon, një mbesje një ju që e kërkoni, dhe ai nëse është vërtet mirë, ndodhet diku dhe nuk bëhet i gjallë përpos çfarëdo lloj problemi që mund të ketë, një zile, një mesazh, një telefonat, të gjej formën, ja bëj thirrje edhe unë në këto momente Eduartit, nëse do e ndjeki këtë live, me shpresën që ai do e ndjeki, një mesazh, një thirrje, një telefonat nuk do i kushtoj asgjë e dashur Greta, për të qetësuar zemrat tuaja, për ta ditur që ai është shëndoshë mirë, por ka jetën e vet dhe të vazhdoj jetën e tij, por mos të shpallet i humbur dhe ju ta kërkoni kudo. Po, Odeta, do isha shumë e lumtur nëse ai do merrte një telefon dhe do i thoshte gjyshës unë jam mirë. Mjaftonte. Kaq, edhe ajo kaq thot Odeta, një herë, një telefonat, më thotë që jam gjallë, jam mirë, mos më mërzit për mua, vetëm kaq, mjafton. Më bëj qefi nëse ai ka një familje, jemi shumë të lumtur. Ndërkohë Zilja po i bie, por ai nuk po e hap akoma, ne do presim. Shpresoj. Odeta, nëse ish prind vet, a nuk e kupton dashurinë? Mirë, Greta, më lejo të tentoj ta marr edhe një herë tjetër. Okej. U mundova 2 herë në këtë transmetim t'i bia, por nuk është online. Ai nuk më ka bllokuar deri në këto momente, por unë të premtoj që ne do jemi të dyja sërish së bashku, pas kuintave dhe pas t'i live-i, nëse unë do marrë në një mesazh nga ai person, do bëj pamundurën të kem kontakte, do flas dhe me ju dhe ta uroj me shpirt që të lidhesh me Eduartin, me dajën tënd, për ta çuar amanetin e nënës tënde deri në fund dhe ajo gjyshja jote të lumturohet, ti dëgjoj zërin të birit. Faleminderit. Ta shpresoj dhe unë. Kështu që do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe uroj që nga ky live Eduarti ta marri guximin dhe ta hapi telefonin. Shpresoj, inshallah, po vetë kam besim se ai do bëhet i gjallë. Edhe kam shumë besim të emisioni juaj. Të falenderoj me këto sinjale që ai ka dhënë, zbulimi i fotos përpara vetëm 2 muajve, aplikimi pasaportës ka vaj, është shenja më e mirë që tregon që ai nuk i ka ndodhur asgjë keqe në këtë jetë, jeton në Francë, por ndoshta nuk ja dim arsyet, rrethanat në cilat ndodhet dhe pse nuk kontakton me ju, por uroj që ai ta marri guximin dhe një mesazh t'ua dërgoj. Mirë, do mbetemi në kontakt, Greta, të përshëndes. Faleminderit, gjithashtu. Të përshëndes. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund jo për live-in e sotëm, por vetëm për këtë histori, kuroj dhe shpresoj që Greta të mësoj vendodhjen e Dajës, uroj dhe shpresoj që Eduard Tafa të na ndjeki në këtë live, të marri guximin, të më shkruaj. Unë ditën e sotme tentova në këtë live, por ai nuk ishte online dhe nuk më përgjigj. Uroj të më dërgoj mesazhe në orët në vijim, por të gjej guximin dhe të lidhet me familjen që prej 12 vitesh e kërkon, dhe uroj dhe shpresoj që kjo familje të lumturohet kur i dëgjoj zërin Eduard Tafës. Mirë, do qëndrojmë edhe për disa minuta të tjera live, pasi një tjetër personazh do të kemi ditën e sotme. Nuk dua t'i jap shumë detaje, kush është historia dhe çfarë kërkon, kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë zotin Lesh. Zoti Lesh, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit Odeta. Si jeni? Mirë. Më dërgove një mesazh, më the nuk di ta përdor mirë telefonin, por dua të lidhem me ty. Po. Çfarë problemi keni zoti Lesh? Gjagja jem, vllai i paps. Gjagja juaj, po? Ka qenë në kohët për para shlirimit, me forcat me shoqërues i rojeve të Patër Anton Harapi. Patër Anton Harapi ka qenë përfaqësues i qeverisë kuislenge në kohët të pushtimit Gjerman. Që bëhet fjalë për vitin 1940, sa? 44, një fjalë për para 44 shit. Për para çlirimit të Shqipërisë. Po. Po? Në shtator ose në gusht të 44-sh ka humbur gjitha kontaktet.
Sa vjeç ka qenë Xhaxhai në 1944-ën? 26 vjeç. 26 vjeç, që sot logjikisht nëse ai është arratisur ndodhesh diku sipas moshës i bie mos jetë gjallë. Këto kanë qenë hipoteza. Zoti Lesh, përpara se të ma tregosh historinë, si quhej Xhaxhai juaj? Nikol Frok Bajraktari. Dhe ma trego historinë e Nikollës. Nikola ka qenë ushtar në Itali, në kohët pushtimit fashist. Po. Pasi ka marrë shërbimin ushtarak, është kthyer në Shqipëri, edhe ka punu si të thamonty me policinë lokale, ka qenë në një fol të Vlorës, një vit e sa. Po. Pastaj ka ardhur me shërbim me roje gardiani Patër Anton Harapit. E qartë. Po, në gusht të 44-shit, ose në shtator, ka humbë të gjitha lidhet me familjen. Që atyre ai ka qenë 21 vjeç, në 44 21 vjeç. Në 24, 26. 26 vjeç. Dhe kanë kaluar shumë vite, i bie që ai tje sot 107 vjeç, që normalisht nuk është në jetë. Kuptohet e punë që u bën shumë vite. Gjatë kohës kanë qenë shumë iluzione. Dikush thotë është ka ik jashtë, dikush thotë e ka hedhë shteti më shërbim jashtë, që këto ishin mund të themun këtë të pavërteta. Sepse lufta klaseve që është na zhvilluar ne, për hir të këtij ka qenë kaq e ashpër sa që po të kishte qenë në shërbim, nuk do të na kishin lodh kaq shumë. Edhe kështu që janë çdo gjëna. I dashur Lesh, unë dua të pyes, ti sigurisht që në ato vite ke qenë fëmijë kur e ke mësuar historinë e Xhaxhait. Unë atëherë, unë jam i datlinjës 954, pra 10 vjetë masi ka vdekaj, ose ka humbë kontaktet, unë kam lënë. E qartë, pra ti nuk ke qenë në jetë kur ai është vdekur, po kur ka ardhur në jetë e ke mësuar këtë histori besoj nga babai jot. Babai im më ka thënë kështu, kam qenë në gusht të 24-shit, edhe të u pa që ishte një luftë e madhe, i kam thënë hajde të shtëpia lere këtë punë. Po. E më ka thënë shkoni në shtëpi dhe mos angazhohi me asnjë lloj lëvizje, as antikomuniste, as pro-komuniste. Se këtë punë e di unë. Pra, kjo ka qenë porosia e Xhaxhait tënd për familjen. Po. Ju në ato kohë. Edhe në ajo kohë nuk ka më asnjë lloj lidhje. I dashur Lesh, asnjë lloj informacionit. Më lejo dhe të pyes dhe të ma tregosh historinë. Në ato kohë familja juaj Bajraktari ku jetonte? Manati Lezhë. Në Lezhë. Në fshatin Manati Lezhë. Ndërsa Nikolla ishte me punë në Tiranë. Po. Ai kontaktin e fundit e ka patur me babain tuaj? Po. Babain tim, se mata ka pas shumë, si më thënë, kështu me relata. Por çfarë ndodhi pas humbjes së Xhaxhait? A u interesua babai, familjarët? Atëherë, kryetari i degës punëve të brendshme e ka thyrë me tërzinja 6 muaj, një herë në javë kishte detyrim paraqitje për me dhënë informacion degë punëve të brendshme se ku është Nikolla. Edhe ky nuk dita asgjë për këtë punë. Mirë po, me që Nikolla ka qenë bazanak, si më thënë, kunat me Spiropanën, ka qenë general në kohët të luftës, edhe pak mas lirimit, pastaj ka pakaluaj ministër bujqësiet, a zëmes ministër bujqësiet, nuk jam gjenje me... E përcaktuar. Me përcaktuar sakë. Edhe kjo përformisht i ka shkuar kjo shtëpia. E i ka thënë, kështu e kam punën me degën e punës të brendshme. A i ka thënë, prit 2 minuta, ka marrë ka shkru një letër, e ka mbyllë në zarf, i ka vune 5 vula, si që më thotë e baba, edhe tha qoja kryetarit degës.
kam marrë letrën, kuptohet se ai më mirë do të kishte bërë me hap letrën dhe me lexu diku në vend se sa me çu atje. Ja ka dhënë letrën kryetarit tekst dhe atë ditë më rapë nuk e ka firmuar. Kaq që në gjitha. Tashti, një informacion jo i saktë, kuptohet se si flet Radio Populli. Po. E shoqja e një sportistit famshëm Stefan Generali, sipas të dhënave me mbiemrin e xhaxhait tim edhe emrin e babës së saj. E shoqja e këtij Nikols, bashkëtuese si më thamë, se nuk Nikola shumë kunor. Nikola në ato e ka kohë pas emrin Lirie. Nikola në ato kohë bashkëtonte, le të themi kishte një vajzë që ishte dashuruar. Po, edhe ajo ka pas emrin Lirie, nga Vlora. E motra e shoqes Spiropanos. Atëherë nuk kanë pas fëmijë. Ajo është martuar mandej me Stefan Generalin, ish kampion i mundjes. Nuk e di a jeton më, nuk jeton ai. Por ajo ka marrë pensionin si vajzë dëshmor luftet, gjeri sa është bon mosh mallore. Dhe në qoftë ajo është datë linjes, po themi tash i përhapur deri në fund 45-s, mund të jetë, po nëse datë linja është mas 1945-s, ajo do të jetë një manovrim jo i sinqert, më të them. Por se nuk ka logjik, lesh, nëse xhaxhai juaj Nikola ka pasur një bashkëtuese, ajo duhet jetë e datëlindjes më përpara 44-s, se në 44-ën ai humbi, logjikisht. Nëse po e quajmë tash, po marrim një hipotezë. Ajo ka dhënë informacion. Ajo ka dhënë ndonjë informacion. Çfarë informacioni keni ju? Kjo është një informacion jo i saktë. Çfarë viti bëhet fjalë? Kur e keni marrë informacionin? Informacionin e kena marrë përpara 10 vitesh. 10 vitesh, që i bie tani afër, le të themi. Dhe çfarë informacioni morët për Nikollën? Për Nikollën jo, kurse ajo ka marrë pension dëshmorit. Dhe kjo më ka, si më thënë, më ka fut një siklet. Ju pretendoni se zonja Liri ka marrë një pension dëshmori për hir të burrit të saj, Nikoll? Po. E dyshoni ju? Kurse ne jemi sulmuar si familje e deklasuar, familje armiqësore, më thashe, si kanë qenë ato prallat asaj kohe. Por ndoshta ajo e ka marrë një pension që ka lidhje me familjen e saj, nuk këtë patur dëshmor. Jo, ajo ka marrë një pension si vajza e Nikoll Baraktarit dëshmor lufte. Të xhaxhait tuaj. Po ku e keni vërtetuar ju këtë gjë? Jo, këtë nuk e kemi vërtetuar, se kjo unë nuk kam mundësi me vërtetue. Kjo vërtetohet vetëm nëpërmes jush ose nëpërmes një avokati, më shkruan marrë dokumenta, gjë civile. E qartë, ju thjesht dyshoni, por jo se keni diçka konkrete. Jo konkrete, asgjë nuk dim ne. I dashullesh. Të gjitha janë hipoteza të pavërtetuar me asnjë. As si ka vdek, as si është rratis, nëse është rratis, as ka pas fëmijë apo nuk ka pas fëmijë, kjo është gjë e pavërtetuar. Por babai juaj ju ka treguar këtë histori, pas asaj letre që ai e dorëzoi, nuk u interesua më për vllain e tij të humbur? Po shokët e vet që i ka pas Alzheimer atje, i patën arrestu, fut në përburgje, internime, më thash, i kanë pathan që mas e kërkoma Nikollën, se i kanë marrë 56 oficera në shpinë oficerave që ishin atëherë dhe i kanë përshkatuar ke rruga e Elbasanit. Pra, ai mundi...
Sipas fjalëve të shokëve të tij. Miletit. E qartë, pra dyshohet sipas shokëve të tij që ai është pushkatuar shtatorin e vitit 1944. Pa. Por pas viteve 90, nuk jeni interesuar ndoshta për të hapur dosje dhe për të mësuar diçka më shumë për Xhaxhain, që bën pjesë emri i tij në emrat e të pushkatuarve? Asnjë lloj dokumentit nuk ekziston. Unë bile dhe gjendja civile të Lezhës nuk ekzistonte i vdekur, vetëm i datlinjen, edhe është bo një vendim gjykatet sigur ka vdek. Davo rënash, nuk e di si me thamë. I dashur Lesh, unë dua të të pyes, pas vitit 1944, kur u arratis pikërisht Xhaxhai juaj, erdhi sistemi komunist në vendin tonë, çfarë ndodhi me familjen tuaj? Ju u internuat? Jo, internim jo. Djeg shtëpiat, zjarë, a ke parasysh me djeg shtëpiat, sekustrue gjithë pasunin që ka qenë pasuni fshatit, lopet, dele, dhije, djeg shtëpiat, me 20 qershor të 45-ës janë djeg kullat e ndon hi e plohën. E qartë, por ende nuk ishte ardhur sistemi komunist kur ka ndodhur këto djegje. Unë po flas kur ka ardhur sistemi komunist në Shqipëri. Çfarë ndodhi me familjen tuaj? Ju nuk jeni internuar? Nuk na kanë internuar. Po. Jo. Vesh kemi ne si thonë si mos e nënshofër. Për shkak të kësaj arratisje le të themi ishit një familje me biografi jo të mirë. Kështu ndodhen ato kohë. Pa. I dashur Lesh, babai juaj besoj është larguar nga kjo jetë. Po, ka i u bon 20 sa vjet. Për shkak edhe të viteve të moshës se mora me Po, viteve edhe 90 sa vjet. Pas ka jetuar. Babai juaj, çfarë mendonte për vllajën e tij? E besoi që ai ishte pushkatuar? Simas se ai më ka thënë kështu, kam pas një të shkume ma shumë se sa me pas vlla, dhe po t'ishte gjallë, tha, pa më shu fjalë, në mële nuk e dinte që jam. Edhe nga ajo kohë, derisa asiloj informacionit. Pra, edhe ju vetë, si nipi ti, sot një moshë madhore, e besoni faktin që gushtin apo shtatorin e atij viti, ai mund t'jetë pushkatuar? Unë kam një gjuhën një rast, një emision në Top Channel, TV Klan, nuk e di, që fol një nga Shkoza e Tiranës, atëherë kështë qenë moshën 10 vjeç, 11 vjeç. Edhe të rruga Elbasanit, që atëherë s'ka pas ndërtim, me kuptohet? E qartë. Nga Afrika ishte ullë barkas, edhe kishte pa ngjarjen. Edhe i kishin pushkatu atje, i kishin mulu në dhe të vdek edhe të pa vdek, u kënë hjek robat, i kënë fut lakuritës. Pra, kjo dëshmi që ka ardhur pas shumë viteve... Jo me emra kjo, vetëm se kënë marrë të shtëpia oficerave, aty ku ka pajetu edhe ai, edhe i kënë pushkatu. Zoti Lesh, ju sot çfarë kërkoni të zbuloni? Unë kërkoj të zbuloj. A është e vërtet kjo që ka marrë pension dëshmore, se asë gjëmë t'jenë të ma tepër. Dhe nëse... Se të gjithë ata bashkëkohësiteti nuk jetojnë. Nga vetë vitet që janë. E qartë. Kurse kjo zhihet rahat në dokumentam që fse... Por, nëse zbulohet që ish partnerja Xhaxhai tuaj mund t'jetë trajtuar me pension, e vërtetoni këtë gjë, çfarë do ndryshojë tek ju? Jo, vetëm te e kërkoj, si më thënë, me dyftyrësyn e një shtetit, se nga një anë t'jep pensionin për dëshmorë, nga ana tjetër persekutonet, shkafronet, nuk e di se si thënë. E qartë, e kuptova. Nëse ke një mesazh për të përcjell ditën e sotme, do ta dëgjoja me shumë vëmendje, sepse kjo histori përket shumë viteve përpara, 81 vite, 82 vite përpara. Kjo histori
është shumë e vjetër, unë te kërkoj thjesht misisht, jo për të hakmarr apo për të vetëm për me e ditë kjo. Ajo, në qoftë se ka qenë për nuk mushet menja, datë linjës që mund t'i përkasi atësisë ati, me bo një lidhje miqësore, familjare. Me fëmijët që ajo mund këtë lënë, nëse ajo është larguar nga kjo jetë. Edhe ajo do t'jetë nga jeta. Në qoftë se është e viteve 45, 46 e brapa, mund të jetë një jetë. Nuk më intereson sepse nuk ka mërsi. E qartë, tani Dokumentet që ju kërkoni që të gjeni këtë familje që ka marrë pension në emër të xhaxhait tuaj për të lidhur një misi. Jo për një hakmarrje të mundshme, se s'ka kuptim. Absolutisht jo. Ajo nuk ekziston. Nëse kjo familje nga Vlora do na dëgjonte, kush është mesazhi që do t'i përcjellje? Do t'i përcjellja vujtjet merë që ka kalue familja eme nuk joshën ma. Vetëm në qoftë ato din gjatë për këtë punë, që jo se rritë kush, po unë kam qenë si maj i bravi për këtë punë, që të rri i qere. Enigma shuhet. U vra. Iku jashtë, dëshmor apo armik. E qartë, e the bukur, nëse arrini të gjeni këtë familje, shuhet kjo enigmë në familjen tuaj dhe zbulohet e vërteta nëse ai u arratis apo u pushkatua, le të themi shtatorin e 1944 dhe unë ta uroj me zemër zoti Lesh që dikush të na ndjeki në këtë live të reagoj dhe ju ta gjeni këtë familje. Respekti që kemi për ty dhe për shumë gazetarë tjerë, që janë edhe ma tjerë që kanë hyrë në çdo familje shqiptare, ju jeni plus çdo familje që mund të jetë vetë pesti edhe ju pjesë aty në familjen shqiptare. Të falenderoj, sinqerisht falenderoj zoti Lesh për respektin, për besimin që ke. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe ta uroj me zemër që ky vit i ri 2026 le të arrijë në realizimin e dëshirës tënde për të gjetur këtë familje vlonjate. Unë nuk jam i zoti për shpërblime materiale, veç për shpërblime materiale them, zoti i një moft njerëzit që kanë have. Bashkë me ju. Me qenë se përmende shpërblimet materiale, dua të përcaktoj që në live modetën është falas dhe nuk paguhet asgjë. Është një dritare për zërin e çdo njeriu që ka diçka për të thënë. E them nga shpirti, nuk e them nga... Të besoj. Mirë, zoti Lesh, të falenderoj që të pata në këtë live dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të uroj gjithë të mirat. E mirat gjithë, ty familjen tane, e gjithë ke për zemër. Miru pafshim. Gjithë mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, më kritikoni, më mbështesni, ju falenderoj të gjithë dhe ju dua shumë. Takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.